Pyetje. Ju thatë që ai nuk mund të jepte përgjimin për marrëveshjen pa marrë miratimin e komandante rajonal të UÇK-s. Për kë e keni fjalën ju këtu? Përgjigje. Ky është një përshkrim i përgjithshëm për të treguar që s'kishte kompetenca dhe autoritet. Nuk mund të rendisja me emra komandantët e zonave. Pyetje. A është bërë ndonjë diskutim lidhur me nevojën e Zotit Thaçi për të diskutuar me komandantët e rajonal? Përgjigje. Mund t'ju them që ishte shumë i qartë se ai ishte një përfaqësues i UÇK-s dhe ishte zëri i UÇK-s në atë kështjell. Dhe fizikisht mund të shija që kishte dhe zëra të tjerë, madje në fshat që ishin pak milje larg. Aty prandaj dhe kuptova unë që ai nuk ishte autoritetin për të dhënë pëlqimin për marrëveshjen. Pyetje, faleminderit. A keni punuar për Kosovën pas luftës? Përgjigje po. Pyetje, pas Rambujes, a keni punuar apo keni dhënë këshilla qeverisë së përkohshme të Kosovës apo antar të kësaj qeverie? Përgjigje po. Pyetje, kur? Përgjigje, ose pyetje, ose lidhur me çfarë temash? Përgjigje. Dino Hasani u identifikua si përfaqësues i qeverisë së përkohshme në Shtetet e Bashkuara, kështu që jam takuar disa herë me Dinon për të biseduar lidhur me mënyrën se si mund ta kryente ai këtë rol në komunitetin e vet dhe si dhe ta angazhojnë në aktivitete të tjera që lidheshin me qeverinë e përkohshme të Kosovës, por që do të zhvilloheshin në Washington. Gjatë kësaj periudhe kohore jam angazhuar me statusin përfundimtar të negociatave. Nuk po flasim vetëm për qeverinë e përkohshme, po përgjithsisht me shqiptarët e Kosovës. Unë kam punuar me të gjitha palët, kuptohet, për kushtetutën, për pavarësinë dhe kështu me radhë. Pyetje, kush ju caktoi të punonit për status bisedimet e Vjenës? Përgjigje, president Rugova. Pyetje, kur? Ju kujtohet? Përgjigje, jo. Pyetje, president Rugova ju kërkoi ju apo organizatës suaj të bënin një punë tjetër për Kosovën? Përgjigje, presidenti Rugova më kërkoi të përgatisja një projekt kushtetut për Kosovën, të cilën më bëra. Pyetje, cila ishte natyra e marrëdhënies suaj me aktorët në arenën politike në Kosovë pas luftës? Përgjigje, pas luftës në Kosovë jam takuar dhe kam punuar me përjashtim të një kryeministri me të gjithë kryeministët e tjerë të Kosovës dhe me të gjithë presidentët e Kosovës.